Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një men në fushatën zgjedhore për zgjedhje lokale 2025. Sonte jemi me kandidatët për kryetar të komunës së Istogut. Kandidatët për kryetar të komunës së Istogut duhet mas pari me i falenderu publikisht të gjithë që kanë pranuar me ardhur në debat. Debat për një me, këtu për me u ballafaque dhe me i prezentu planet për 4 vitet e ardhshme për qeverisin lokale. Pra në Istog nuk kemi dezertor, sikur ka ndodhur me disa komuna tjera. Debat për një me është formati vetëm në vend që zhvillohet me standardet verifikimit të fakteve që nënkuptojnë barabart për të gjithë, po edhe nënkuptojnë që kena mja këshyr premtimet mas 3 vjetëve debati vetëm Kosovë, që i rrin gati fjalëve që i kanë thonë sot. Në programin ton jemi konkret, kandidatët për kryetar komunave ju kërkojnë prezantime mbi temat kryesore, e boshti i temave përveç arsimit, shëndetësisë së shërbimit publike të na është urbanizmi. Po kërkojmë me na kallëzu se ku kanë me leju ndërtime, çfarë kritere, qysh kanë me i trajtu ndërtimet pa leje edhe qysh kanë me adresu problemin e legalizimeve. A do të lejojnë ndërtimin e banesave shumë kaqe në Istog edhe çfarë kritere kanë me vendos? 4 kandidatët që do t'i pyesim për këto pyetje janë të renditur sipas alfabetit: Ale Nimanaj nga PDK, Astrid Bujupaj nga Lëvizja Vetëvendosje, Ilir Ferati nga LDK edhe Uk Blakaj nga AK. Mirë se keni ardhur, faleminderit që s'jeni dezertor. Ju falenderoj kështu publikisht. Po fillojmë 2 minuta prezantimi i platformës, po nisim me ju Ale Nimanaj. Flori juj. Përshëndetje për juve dhe gjithë qytetarët të komunës së Istogut. Platforma jonë është e qartë, është e bazuar për një Istog më të zhvilluar, më të drejtë dhe më të afërt me qytetarin. Programi ynë është derivat nga kërkesat dhe nevojat e qytetarëve, të cilat i kemi mbledhur dhe kemi hartuar në 6 shtylla. Shtylla e parë është rinia, sporti, kultura dhe trashëgimia, shtylla e dytë është zhvillimi ekonomik lokal, e treta është bujqësia, zhvillimi rural dhe turizmi, shtylla e katërt arsimi, shtylla e pestë është shëndetësia dhe shtylla e gjashtë janë shërbimet publike, infrastruktura, mjedisi dhe zonat urbane. Gjithashtu në mandatin ton qeverisës për mandatin ton qeverisës 4 vjeçar kemi bërë premtimet kryesore dhe këto janë: në një elektrifikimi i zonës malore për t'i hapë mundësi investimeve në turizmin malor, rreth 3 milion euro, në trajtimi ujrave të zeza, ndërtimi i kolektorëve deri në Draj, nicimi procedura për sigurimin e fondeve për ndërtimin e impjantit. Nën 3 është ndërtimi i rrugës Uq Vojdull Mokën 2.8 milion euro. Nën 4 bursa për të gjithë studentët të cilët e kalojnë vitin akademik dhe për sportistët tanë elitar. Nën 5 përfundimi i renovimit të palestrës sportive të qytetit dhe ndërtimi i stadiumit të atletikës, rritja e buxhetit për sport për mbështetjen e klubeve sportive, sportistët dhe trajnerët mbi 300.000 euro. Paga për trajner nga secili klub 400 euro në muaj, gjësejt 48.000 euro me qëllim të masovizimit të sportit. Nën 8 subvencionimi me grante 50.000 euro për krijimin e bizneseve të vogla për gratë që dojnë më merr me ndërmarrësi. Nënt hapja e 666 puseve për zonat aliovianale të cilat nuk kanë mundësi me ujit tokat bujqësore. 19 digitalizimi i shkollave dhe pajisjeve teknologjike dhe përfundimi i QKMF-s që është ndërtimi sipër dhe pajisje me aparaturë moderne. E dedikuar për fillim, Astrid 2 minutat e juaj për programin për Istog. Faleminderit shumë, përshëndetje për ju dhe gjithë shiqus tuaj. Edhe ne kemi realizuar një program, të cilën e kemi mbështetur në 5 shtylla, fillimisht Komune Barazis dhe Familjes,
Theksi është në shërbim për çdo qytetar, veçanërisht për fëmijët dhe familjet. Çdo fëmijë do të ketë vend në qerdhe, çdo shkollë shuj deri në klasë të 5, çdo nxënës udhëtim falas nga 1 deri në 12, sigurimi i ujitëpishëm për çdo familje. Komunë e zhvillimit dhe turizmit. Krijimi i një ndërmarrje multifunksionale që rigjeneron të ardhurat dhe punësim. Përmirësimi i sistemit të ujitjes së toka bujqësore, grante për gratë startup biznes 3.500 euro, asfaltimi i rrugës nga livadet e Istogut deri te Gurat e Bardha dhe Uq Vojdull, lidhja me rrugë infrastrukturore miqësore me mjedisin nga bjeshkët e Moknës te Lugu i But, bujtina për fermerët rezident gjatë gjithë verës për zhvillimin e turizmit malor, qendër inovative rinore ku mbahen kurse pa pagesë si në programim dizajn grafik, gjuhë e huaja e tjerë. Komunë dinamike me mobilitet. Qendra multifunksionale sportive me pishinë gjysmë olimpike me salla për sporte të ndryshme, ping-pong, judo, karate e tjerë, ndërtimi i fushave profesionale të tenisit, si dhe sjellja e turneve europian në vendin tonë. Ndriçimi dhe mbulimi i stadiumit Demush Mavraj, minibuset elektrik për lidhje fshat-qytet që ta lehtësojnë jetën e qytetarëve të mbivades fillimisht e pastaj edhe vendeve tjera, ashensor për banesa publike, rehabilitimi i parkut Studenic shtetitore në Ulse dhe Shtek Vrapimi. Komunës së ardhmes dhe sigurisë, rishikimi urgjent i zonës urbanistike dhe ndalimi i ndërtimit të objekteve afër burimit të Istogut, një aspekt tjetër që lidhet me sigurinë është ndriçimi i çdo lagje, trotuara nëpër fshatra me prioritet rrugët e nxënësve drejt shkollave, përkraje për rritjen e kapaciteteve të zjarfikësve, po ashtu krijimi i strehimores për qendë ndacak. Vendosja e semaforëve në kryqëzime kritike janë mos konkrete për rritjen e sigurisë, po ashtu pas përfundimit që kemi fes. Faleminderit, Ilir, plani juaj për Istogun. Faleminderit shumë, jetë një përgëzim për mojtën e standardit të emisioni dhe mojtën përgjes neve mandej si kryetar komuna. Shpërfilloj me 12 projekte madhore që janë në vazhdimsi të 6 shtyllave kryesore të programit, finalizimi i kolektorit kryesor 4.2 milion euro që është në tender e sipër, ndërtimi i unozës qytetit Istok Vrell 3.8 milion euro, rregullimi i shtatit lumit nga Istoku deri te ura e Zallçit 2.5 milion, ndërtimi i objektit të rritën në stacionet zjarfikësve 350.000, ndërtimi i shtegrit rekreativ për ecje dhe ciklizëm nga Istoku deri në Gorakos 1.7 milion, ndërtimi i infrastrukturës mbrojtjes dhe rekreative të Bollëvonit 3.5 milion, ndërtimi i objektit multifunksional të lokacioni i Shtregut 1.2 milion, zgjerimi i zonës rekreative të burimi i ujit 900.000 euro, rindërtimi i zonës brendshme të sheshit të Istogut që ka vlerën për 3.5 milion euro, ndërtimi i rrugës Uq Vojdull që ka vlerën 3.9 milion euro, ndërtimi i rrugës së fermerëve në Gusar 1.7 milion euro dhe elektrifikimi në bjeshkët e Istogut që ka vlerën 3.8 milion euro dhe po vazhdoj me shtyllat kryesore të programit, qytetari barabart ose mirëqenie, asistent dhe shërbimit veçanta për fëmijët, rritja e subvencionimit të nëna nivelihorna prej 150 dhe 250, sa i përket arsimit, transfert falas për nxënësit për distanca të largëta nga shkolla, bursa për gjithë gjimnazistët që regjistruhen në universitet publik ose privat në shumën prej 650 eurove, te pjesa e rinisë për ceku dyfishimin e buxhetit për sport, restaurimin e monumenteve arkeologjike, mbështetjen për talentet e rinj në art, muzikë dhe letërsi, te pjesa e ekonomisë për ceku skemën komunale të granteve për startup biznese, programi 10ID, 10 biznese të shërbimit infrastrukturore dhe emergjencat, vazhdimi i ndërtimit rrugëve lokale, vazhdimi i ndërtimit të trotuarëve në zona urbane, krijimin e një stacioni zjarfikësve, të planifikimin urban, renovimin dhe përmirësimin e objekteve kolektive në zonat urbane Istok, Gorakos dhe Bon, sipas standardeve të Fondit Kosovar për Eficiencë dhe Energji, themelimin ndërmarrjes publike banesore që do të jetë përgjegjëse për menaxhimin. Faleminderit. Ug Blokaj, plani AOK-s për Istogun. Faleminderit. Plani AOK-s për Istogun bazohet në 10 shtylla. Shtylla e parë është zhvillim ekonomik dhe punësim, shtylla e dytë ujë i pijshëm dhe ujërat e zeza, shtylla e tretë arsim modern, shtylla e katërt rinia dhe sporti, shtylla e pestë shëndetësia, shtylla e gjashtë turizëm dhe agroturizëm, shtylla e shtatë bujqësia, shtylla e tetë infrastruktura, shtylla e nëntë trajtimi i qenëve ndacak, shtylla e 10 menaxhimi i mbetorinave. Unë do të ndalna të shtylla e dytë, ujë i pijshëm dhe ujërat e zeza. Istogu ka shumë probleme me ujë të pijshëm sepse shumë fshatra kanë mungesë ujin e pijshëm dhe që nga mbas lufta është dhe qëndron ky problem. Ujërat e zeza kemi shumë problem dhe të lashës deri me tani. Asnjë kolektor, asnjë impiant komunën e Istogut nuk është ndërtuar dhe nuk janë trajtuar ujërat e zeza si duhet. Këtë do ta kemë prioritet.
pikë pari për ta pasruin dhe për t'ja lehtësu bujqve dhe të gjithë atyre fermerëve që punojnë tokën dhe është në të mirën tonë për ambientin tonë. Arsim modern. Çka do të thotë arsim modern, do të mundohem aty ku shkollat kanë mungesë të pajisjeve të gjithë atyre, të kujdesim të plotësojmë ato. E kemi një mungesë madhe për qerdhe në qytetin e Istogut, ku e kemi vetëm një qerdhe dhe një qerdhe që 6 vite ka filluar nuk është kry. Do ta realizojmë ato në mandatin tonë, do të thotë në 3 mujoshin e parë. Ashtu e kemi para po. Do të kujdesim edhe shkollat e mbyllura që janë jo larg qytetit të Istogut, i kthejmë ato në qerdhe që mundësinë t'ia dhom fëmijëve në përfshatra t'i çojnë fëmijën e tyre aty dhe të kenë mundësinë edhe të punojnë nanat apo prindët e tyre. Kjo është ajo që ne shohim. Shtylla e 7 do të dalat e turizmi dhe agroturizmi. Ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm në komunën e Istogut me bjeshkët, ujin dhe të gjitha ato që na i ka folë Zoti, mirë po deri sot nuk ka investime të mirëfillta për turizëm. Koha, faleminderit, koha për replik nëse dikush do me marë, nëse s'kemi kërkesë për replik, po shkojmë te çështja e parë, tema që do të diskutojmë sot, si çdo komunë tjetër. Edhe në Istog ka nisë ndërtimi i lartë. Komuna e Istogut i ka të miratume të 2 dokumente të rëndësishme që rregullojnë planifikimin urban, pra e ka të miratume planin zhvillimor komunal, PZK, edhe hartën zonale. Këto dokumenta e përcaktojnë sakt se ku ndërtohen banesa, ku qendra tregtare, ku diçka tjetër. E rëndësishme për ne është që të dihet edhe për ndërtimin në zona malore në Istog. A do të lejoj një kryetar i jashtëm ndërtimin me material të fortë në bjeshkët e Istogut? Çfarë kritere kanë mund ndjek për ndërtime atje? Këto çështje që kanë të bëjnë me planin urban, do t'i kuptojmë nga 4 kandidatët për kryetar, këtë radhë po fillojmë prej juve, zotni Ug Blokaj, plani për zhvillimin urban të Istogut. Sa kate do të lejoni, ku do të lejoni? Do t'i lejojmë ashtu siç e parashë ligji dhe ato ndërtesat të cilat janë ndërtu, ne duhet bashkarisht me qytetarët, me punëkryes edhe të gjithë ata që t'i bim deri diku t'i afrojmë, sepse janë bo ndërtime, janë bo shkelje, e dim aty është një vend i vogël, me të gjithë njifëm me njëri tjetrin dhe nuk jemi me dëmtu asnjë biznes, por mi orientu aty ku lejohet ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët. Ti dojmë zonat mënyrë të mirëfillt me një ekip profesionist që mos ta humbim edhe atë pamje që e kemi të bjeshkës, të natyrës dhe të është për të gjithë qytetarët. Sa i përket bjeshkëve dhe ndërtimi në për bjeshkë tona, shumica e bjeshkëve tona janë të shpallë në Park Nacional dhe aty nuk lejohet ndërtimi me materiale të forta, këtë din secili prej nesh atje. Mirë po ndërtimet nuk ndalen. Nuk ndalen duke ndërtu, duke degradu edhe bjeshkën, duke hap rrugë aty ku i teket secilit dhe duke dëmtu natyrën. E ju sa kate do të leni një Istog me ndërtu? Ne do të lejojmë aty ku është për me shku në alësi, sepse ne e dim. Sa në alësi, sa? Që aty ku është, sa? Tash për tash kanë shku 8 kat, 9 kat, 7 kat, në atë zonë ku na edhe ma heret e kemë para po që mos lejohen, mos ndërtohen, do të thotë në alësi. Sa në alësi e keni para po? Plani ju për 4 vjetë ashme? Këtë pjesën që e kapë zona ma e bukur që është e qytetit, 2 pjesë, deri të burimi i Istogut, ma shumë se 4 kat, 5 kat nuk do të lejojmë. E pjesën poshtë? Pjesën poshtë po me ndërtime, sepse nuk është penges dhe qyteti zhvillim. Deri në sa kat? Deri në 8 kat, 7 kat, qysh është, dhe nuk unë besoj... E qka bëni ju kur fillojnë me ndërtu me materiale të rënda në për bjeshk, qka bëni në qatë moment? Nëse mjabet mundësia me qeverisë, ne kemi një plan që do të bashkëpunojmë me të gjithë ata që dojnë më investu në bjeshk, që mos t'i humbin investimet e tyre, dhe në bashkëpunim me ne të bojmë një rregull të mirëfillt, bashkëpunim me pe ministrie, pylltaris, po edhe me komunën, nivelin komunal, që të koordinohen mirë, që investimet e tyre mos shkojnë poshtë. Okej, Uk, a keni naj kandidat për asamble që ndërtus? Jo. E ju, a keni financime për fushatën e ju që janë ndërtus? Donator? Jo, s'kam. Faleminderit, Ilir, plani urban për 4 vitet e ardhshme. Faleminderit. Jetë shpare që se këtë dhjo komuna e Istogut e ka të aprovu në planin zhvillimor komunal dhe hartën zonale që është dokumenti strategjik ose kushtetuta zhvillimit ekonomik të secilës
komunë. E para, të dim gjithë, edhe ju, edhe kolegët kandidatë edhe qytetarët që normën e planifikimit hapësinor e rregullon fusha e tazhitetit sipas numrit të banorëve. Nuk mund me përcaktuna këtu sipas qefit, po e përcakton densia e banorëve normën e planifikimit hapësinor ose katet që do të kanë mu leju për banesat që kanë mundur tu në Istog. Harta zonale është dokument strategjik i aprovuar që ka vjetërsinë deri në 8 vjet, edhe cila i ka trajtuar zonat konform normës së tazhitetit që del prej planifikimit hapësinor. Sa i përket pjesës së Bjeshkës, ne kemi targetuar përmes ikonave në hartë zonale pjesët ka planifikuar që ti shpallim thirrje publike për marrjen shfrytëzim të aty në pronave për investitor të jashtëm edhe të brendshëm. Do të thotë duhet një plan shtesë të hollësishëm që ka me trajtu pjesën e Bjeshkëve, po flas për Bjeshkën që është në pronësi komunale sepse një pjesë e madhe është si park nacional, ani pse jo si zonë e parë, është si zonë e dytë dhe i tretë, që i bie se kemi të drejtën ta trajtojmë edhe atë pjesë në bashkëpunim me Ministrinë e Ambientit. Mirë, ajo prona që jo komunale, a keni me dhënë për hotele, për restorane, për villa, për çka kemi? Prona që është komunale fillimisht ideja është të japin shfrytëzim për pjesën e ndërtimit të stanove për shfrytëzim të qytetarëve të komunës Istogut. E dyta sigurisht janë të identifikuar parcellat që kanë mund trajtuar me plan të hollësishëm. Ende nuk kemi plan të hollësishëm. Plani i hollësishëm e përcakton a do të jetë hotel, a do të jetë bujtin, a do të jetë kompleks turistik me qëllim ose shëndetësor ose sportiv. Po ideja është që ta kur e dini ju? Kur keni me ditë? Në vitin e parë të mandatit kryhet plani i hollësishëm, edhe na bën të identifikueshëm, edhe infrastrukturën ligjore në hap. Sa kat kemi leju maksimum në stok mund ndërtu? Thash kat etazhitetin e përcakton norma që del prej numrit të banorëve. Pjesa Po ti din sa banori ka i Stogut? Pjesa e Nëse përcakton pse s'pe thu? Nuk po flas për numrin e banorëve të Stogut, po flas për numrin e banorëve, po supozojmë qendrës urbane në Stog, qendrës urbane në Gorakot, që bjen numri i banorëve. Edhe çat numër. Sa kat kemi leju? Pjesa që aktualisht është tu trajtuar sipas hartë zonale, maksimumi është P+7. Maksimumi te pjesa e zonave të ndihshme që hyn te rrezja e burimit ose rrezet tjera që janë ose monument arkeologjik, sigurisht që etazhiteti bien P+5, P+4. A keni në asamble dikon që është ndërtues i lir? Jo, mëre. Kandidat për asambles janë ndërtues? S'ka ndërtues. Financiar i fushatës ju i dikush që ndërtues? Financiar i fushatës tam jo mune. Je ti? Po. Edhe kërkush tjetër s'po e pare që mas ne i lyp me ja kthy me leje? Thonë të drejtën në shtasion të na vyfort. Ani. Astrid, plani juaj për 4 vitet e ardhshme plani urban? Ne fillimisht kemi para pa që me ndërhyrjen e planit zhvillimor në bashkëpunim me ministrinë që ta ulim etazhitetin afër burimit të Stogut, sepse ajo pjesa më e ndihshme edhe ta bëjmë në P+3. Mendoj që është e mjaftueshme edhe të ketë vizualitet më të madh për qytetarëve drejt asaj pjese, sepse ajo është pjesa më e rëndësishme që edhe për ne qytetarët, po edhe për turistët. Kështu që ajo mendoj që është e lartë P+7 apo kanë shkon edhe më lart. Ne është zona, e din. No? A din sa është etazhiteti? P+6 ashtu, sa është? Është asnjë. Astrid, sa do me lanë ti? Nëse ti po menon që është e gjatë, sa keni me lanë ju? Nëse po menon që 7 kat është e madhe, sa keni me zvoglu? Maksimum P+3. P+3. Vazhdo? Në Bjeshk, çka keni me lanë Bjeshk me ndërtu? Edhe në Bjeshk ajo është po veç një zonë shumë turistike, shumë atraktive për investitorët, secili po ka dëshirë me pas një investim atje, një bujtin apo gjajshëm. Mirë po, disa raste ato janë, shumicën e raste janë pa kontrollueshme, veç veprohet sipas dëshirës apo sipas traditës. E çish keni me kontrollu ju nëse bëni kryetar? Në bashkëpunim me organet që i ka komuna, inspektoriatin dhe bashkëpunim me ministrinë, gjithsesi do t'i vizitojmë më shpesh edhe nuk do të lajmë E çka keni plan me lënë atje? Bujtina, restorane, çka keni me leju? Bujtina, restorane, gjithçka po që është në përputhshmëri me ambientin edhe natyrën. Pavarësisht është ka dhe restorane drunit. Në planin e ju çka o përputhshmëri me natyrën? Çka nuk kupton kjo përputhshmëri me natyrën? Që janë ndërtime me drum, kryesisht me drum. Jo me diçka tjetër, veç me dru dhe jo me metalet forta ose me materialet forta, asesi. A keni donator që është ndërtues, donator të fushatës juaj? Jo, nuk kem donator, as nuk kem kandidat për asamble për donatorëve.
Nuk kem rastit. Faleminderit. Alini Mana, i plani juaj urban. Faleminderit, pra plani ynë urban është që të kemi një stog edhe me të pastër edhe me të gjelbë sipas planifikimit urban. Këtu ne zotohemi që unë sekretari komunës fillimisht duhet zbatohen aktet normative të cilat janë të aprovuara dhe duhet zbatohet ligji tek pjesa ndërtimit. Fillimisht duhet zbatohet plani zhvillimor komunal dhe harta zonale të cilat janë të aprovuara në vitin 2024-2032. Që të kemi një planifikim të mrefill, duhet zbatohen këto plane. Në bazë të hartës zonale, planifikimi urban është ndarë në 3 zona. Zona e oltë, zona e mesme dhe zona e lartë. Tek zona oltë dihet që në shtëpit individuale dhe gjëra të tjera, ndërsa tek zona e mesme është P+3 dhe P+4, ndërsa tek zona e lartë është P+5 deri në P+7. Këtu nuk kemi nevojë me kriju hapësirë që ndërtohet më lart apo më oltë, vetëm të zbatohet harta zonale dhe ligji mbi ndërtimet. A keni donator mas pari që janë? Tek turizmi, duhet në alëmë tek turizmi, po ashtu me hartë zonale dhe me planifikim urban, janë të planifikuara që të kemi edhe investime tek ajo zonë që është rregulluar, mirë po tek bjeshkët dhe turizmi malor duhet i përshtatemi stilit të zonës tradicionale, janë politika që janë ndërtuara edhe nga niveli qendror, po edhe lokal, Ministria e Ambientit, që ndërtimet duhet të përshtaten stilit të zonës. Në qytet sa kat? Në qytetve se ndigjova etazhitetin. Sa kat keni me lanë qytet me ndërtu? Ashtu siç e parashojnë hartat zonale. P+7 është ndërtimi më i lartë. Më i lartë. E kallëzëm mbjeshk, restoran, ndërtime, çka thatë që? Nëse metojmë gjithë edhe kolegët e mi që kemi plot gojën që duhet të zhvillojmë turizmin, atëherë turizmi i ngërthen e vete edhe ndërtimin e bojtinëve, po edhe komplekseve hoteliere, duke i përshtatur stilit agroturizmit, siç kemi edhe në vendet të ndryshme të rajonit, e që e një atraksion jashtëzakonshëm. Ali, a ki asambleista, kandidat për asambleje që janë ndërtues? Me sa kam informacione, onë nuk kemi kandidat që janë ndërtues, dhe as nuk kemi financues fatmirësisht nga asnjë biznes në komunën tonë sa përket fushatës time dhe kandidaturës dhe kandidatët mi. Mirë, replikën ke kërku i lirë, urdhra. Ma shumë informacion për qytetarët ju replikë, për me jo botë qartë që nuk është istu katrahur, po është i planifikuar në mënyrë urbanistike e që ka fillu prej qekve në vitin 2001 fatmirësisht. 2022-ën janë dhonë 97 leje ndërtimore në ndërtim i lartë. 2023-ën janë dhonë 127 leje ndërtimore, 2 ndërtimet larta. 2024-ën pasi është aprovu harta zonale, 94 leje ndërtimore, 10 ndërtimet larta, 2025-ën 70 leje ndërtimore, 8 ndërtimet larta. Që i bjenë që për kanë mandat 10, 18, 19 ndërtimet larta në 3 zonë urbane, jo veç në Istog, Bonj, edhe Gurrakac që janë të ndërtu për moment. Faleminderit. Koha, a do ndikush tjetër, masi jetë të folë që nuk është katrahur, ne e dhanë e cila është matë në 2015 prej Ministrisë Ambientit dhe Infrastrukturës, tregon që edhe Istogu, përkundër faktit që është komune madhe, ka objekte të ndërtume pa leje, pra të pa legalizuara. Sipas këtyre dhanave, 3874 ndërtime janë pa leje. 3860. Legalizimi i ndërtimeve pa leje kërkon angazhim, staf mjaftueshëm për me trajtu të gjitha kërkesat, po më intereson tash për secilit qysh do ta ndreshni punën e 3800 ndërtimeve pa leje. Hajde Ilira, ki dhona tjera që pëton me kontestu këto? Një përmirësim të vogël. Prej 2000-ës e sot janë 3860 ndërtime. Ligji për legalizim është ende i hapën. Sipas Ministrisë Ilirë, veç po du me të kazu, janë të evidentu me 3874 prej mas lufte. Po, në ty të garantoj që Ministria ka gabim, po pa rëndësi 4 po tash, së më rëndësi nuk është largë për 14 ma paka ma shumë. Absolut. Ligji... Në gjdo rast, juve kam ju dosht, po nisim për te Ilirë, a kime mpru në zero trajtimin e lëndëve në 4 vitet e ashme. Ligji për legalizim e ka fatin ende të hapër. Muj me shfryzu dhe në 4 që jem këtu nëse kem në edhe kur kryet a fati kryet si vjetë. E dyta, 2022-2025 janë 452 aplikime.
323 prej tyre janë legalizu, 105 janë në listë pritje, si i bie që ka specifikat veçanta për to. 8 janë refuzu dhe 16 janë në proces të shqyrtimit të dokumentacionit. Kemi bo fushat në secilën zonë urbane. Kemi bo fushat vetë disuse. Sa janë trajtu? E thash, 452 aplikime, 323 janë përfundu legalizimet, 350 i ke përfundu për një vit. 323. Për 4 vite. Jo, 2022-2025. 2022 të në hapa 3 vite. 3 vite. Unë e po thëmë sa ka me të dasht, me i pru në zero, që to 3.000, zero që janë mbi 3.000... Matematike thjesht 3.874, thate, po i supozojmë ka 450 në vetë me i trajtu, del kalkulimi, nuk besoj që ka në signifikant revons. Do me thonë, as 50% i trajtimeve. Trajtimi i ty në 4 vitet e ashme. Trajtimi i ty në bëhet masi që qytetari të aplikon për legalizim. Po, veç edhe nëse s'aplikon, nëse nuk aplikon qytetari, ty të metet me i rëzu. Me i rëzu? Pa, s'ka zili tjetër, e kia fatin me apliku. Nëse qytetari, ti po thumë me që ato dhona, dikun 3.000 metën që s'kan apliku. Nëse mlejen. Thash afati për aplikim, për legalizim. Orë si vjetë, drëtën i dhëtor 2025. Është i hapën hala, është u shty që 3 herë. është i hapën hala, tash është 3 herë që u shty. Krejt jetë u këshyrë, qysh mës me bona i punë, qysh mës me këshyrë, mës me rëzu. Apo? S'ki mi rëzu nëse s'aplikojnë. Jo. Unë jem të thonë, kemë bo fushat, edhe kemë vazhdu më bo fushat për mes zyrës urbanizmit. Po, veç fushata s'pas ka dhejë, se 3.000 s'kan apliku. Në fund ditës, shumica s'kan apliku. Në fund të ditës, bije, ju në është që më tentu me vedisu qytetarin deri në maksimum, që ato me obligu, marë me apliku për objektin e vetë. Nëse ndodhë që shtyhet afati, sa shtyhet, kryhet afati, qytetari s'ka apliku, mbi 2.000 veta ndodhë që s'kan apliku, që ka bërë me që ato? Kanë jetë, një pyetje kam për ty. Jo, unë e kam për ty, Ilir. Pse menon që është ty për 3 herë afati legalizimit? Jo, s'du me folë. Arsyeja pse është ty prej ministrisë... Sepse kena qeverin që do me shty. Arsyeja pse është ty prej ministrisë është për shkak se qytetarët nuk aplikojnë, jo veç një stog. Konkret Republikën e Kosovës. Po që ti ki komunën tonë, ti përgjigju për qatë vend. Po përgjigja. Po të thëmë, nëse nuk aplikon, mas gjithë shtymjeve, qka ki me bo me aplikime tjera? A ki me nis me rëzu? Tash për më rëzu do të më dalë inspektorët bashkë me urbanismat në teren, edhe më konstatu që filan në x objekti shtëpia Jeta Gjarës është paleje dhe duhet mu trajtu prej si mas ligjit. Shtëpia Jeta Gjarës është të asjo minister, po, pyetje për ty, a ki me angazhu inspektor, a ki me angazhu urbanista, a ki me shti vesh në lesh? Nuk po, e para në vesh lesh është një asjerë, se jem kryetarë jashtëzakonisht të përgjeshëm. E dyta, inspektorët kanë më dalë me kryj punën e ty në konform ligjit ndërtimit edhe ligjit që i trajton objektet paleje. E treta thash, ka mu vazhdu fushat intenzive për këto muj që e në metë, që mi vedesu qytetarë që ka nevoj më apliku si mas ligjit ndërtimit për trajtim të objekteve tyne. Mirë, Astrid, radha jote, a kimi trajtu, sa kanë me të dasht, me i trajtu mbi 3.000 ndërtime paleje, sa po premton deri në fund mandatit që keme i trajtu? Fillimisht është mirë që është tash në start me fillu ndërtime që edhe tash ka ndërtime që fillojnë pa leje. Arsyeja është për shembull që hajtë se bëhet diçka, qytetarët kur të fillojnë ndërtimin. Ilir mos ndërhyj. Kur të fillojnë ndërtimin, qytetarët shkojnë se shumica janë të përgjithshëm, shkojnë deri në komunë me pyet. Për leje kështu thonë, hajtë ka dalë nisi aty se edhe e lojnë që ashtu njerën e shtin procedura jo ligjore. Astrid, vish me të pytë, se jena në debat me fakte. A e njeti diko një stëk që ka njësë në 4 vitet e fundit me ndërtu pa leje? Po që shka ndodhë që kjo numër ka që i madhë? I 3.000 sa Kjo është mas lufte. Unë e po të pytë tash në 4 vitet e fundit. Po sigurisht që njohim. Njehni. Po mendoj që ka plot që i trajtojnë me një... A ki emna, Astrid, se kena qef në shumë prokurori? Jo, emna këtu s'kem. Jo. S'ki emna? S'kam emna. Këtu po fillon tash, këtu është mirë me ndalu, kryesisht ndërtuesi janë prej diaspore. Ata janë më të përgjithshëm, shkojnë, kërkojnë leje, e rregullojnë çështjen edhe nuk krijojnë këso raste. Raste që kanë ndodhur kanë qenë kryesisht me banorët këtu që kanë qenë, edhe në bashkëpunim me komunën, hajtë se bëhet, hajtë që shtu vazhdo të Astrid, kryetari po thotë s'ka, ti po thu ka, apo na kallëzon objektin që ka nis ose shpinë më ndërtu pa leje, sepse po du me ditë cila është e vërteta. Iliri po thotë s'ka, ti po thu ka, ndërtime pa leje qëtash të ndodhë. Aktualisht? Po. Po, s'pun kujtuat për momentin, po sigurisht që ka. S'ka. Po që s'pun kujtuat, s'ka. Okej, nëse i ki 3.000 aplikime për i mas lufte, sa % të këtëne keme mujt me i trajtu
me stafin që e ka Istoku? Po nëse merret seriozisht, me një angazhim serioz, edhe me javë shku të secili me detyru, me ndihmu në procedura të legalizimit, se edhe ato janë procedura që shumica njerëzve edhe për ta është vështirë, i shkryj shumë ma shpejt. Sa ki me kry ti nëse bosh kryetar? Mendoj që mrena mandatit kryen pothuajse gjitha ato që janë të pa leje e që kanë mundësi mu legalizu. Sa përqind prej mbi 3.000 aplikimeve për legalizim i trajton brenda 4 viteve? Është shumë problem mi trajtu të gjitha këto mrena 4 viteve, mirë po, une duhet të them një diçka që në komunën e Istogut nuk mune me thonë që jënë nisë ndërtesat pa leje, mirë po gjatë punimeve jënë shtu, jënë zgjeru ose ngrit diçka ma shumë. Ky problem qëndron të punëkryesit të investori, po edhe të blerësi që e ka blerë dhe është një ngatërim kogja i pështjelt. Dhe duhet, ne mendojmë, ta ndërtojmë një ekip që ti evidentojmë sakt të gjitha objektet të cilat edhe njëherë janë pa leje dhe janë bos zgjerimi tyre ose ngritja pa leje. Kështu që do të i vizitojmë, jo të i vizitojmë, po do të ju ndihmojmë të gjitha atyre që ende si kanë legalizu, apo t'ju krijojmë një mundësi që sa ma shpejt t'i ofrojmë dokumentacionin e duhur edhe informatat e sakta që të veprojmë së bashku. Bashkëpunim me të gjithë, ne do të më bashkëpunu të gjithë së bashku. Aty ku është për mu prish, ka mu prish. Në mandatin tonë ka mu prish dhe e thëmë këto me plot përgjithësi dhe nuk kam që ka mu më shef, as nuk kam që ka më rujt prej as kujt, kush do më na përkra, let na përkra, kush nuk na përkra është punë e tyre, mirë po. E thash edhe njëherë, ne nuk do të shkojmë t'i dëmtojmë të gjitha ata që kanë ndërtu investu aty, por t'i njoftojmë e ko dhe t'ju dhomë mundësi qka është për mu legalizu. Këtë që 3.000 s'munët dhe në fund mandatit, mirë, falimderit që i real, po sa munët, ama një përqindje, pri 3.000-ve 50%, 80%, 30%, ama një? 60%. 60%. Faleminderit, Ali, sa ki me mujtë për qëtëne me i trajtu deri në fund mandatit? Fillimisht duhet të krijohet një grup i ekspertëve për shkak se edhe kapaciteti dhe stafi aktual i profesionistëve që punojnë komunë është i vogël dhe nuk ka mundësi me i trajtu gjitha këto kërkesa në mënyrë adekuate dhe përpothshmëri me legjislacionin. Duhet të krijohet një grup i ekspertëve të analizojë gjitha ndërtimet dhe ato që kanë mundësi me u rregullu dhe me u legalizu, bazuar edhe në ligjin që parashen deri në 2018 të gjitha ndërtimet që janë të ndërtuara deri me 5 apo 3 shtator 2018 duhet të legalizohen. Ne do t'i trajtojmë dhe do t'i legalizojmë të gjitha ato në përputhje me dokumentet e hartuara. Ndërsa pjesa tjetër duhet shikohet sepse kemi edhe objekte të ndryshme me specifikacione të ndryshme, të cilat nuk ka mundësi komuna me i trajtu, duhet të trajtohen edhe nga ministritë përkatëse, nga Ministria e Ambientit apo Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, sepse ka objekte edhe të trashëgimisë kulturore, andaj duhet të kemi një harmoni të përgjithshme me institucionet qendrore dhe lokale në mënyrë që të kemi një trajtim të barabartë. Se për këtë numrit është lehtë me thonë sot do trajtohen 50-15, mirë po këto duhet trajtohen të gjitha. Duhet krijohet ekipi, duhet punojnë Mira, po premton ti Ali që i trajton të gjitha? Duhet trajtohen të gjitha, ndërsa sa përfundojnë, sot është mendoj e pasinqirtë nga gjithë ne këtu thuhet që trajtohen për një vit ose për një mandat gjitha. Sepse nuk kemi ndonjë pikë ku mund të thonë që trajtohen të gjitha. Mirë, por përpjekja është maksimale që është jo reale mu trajtu të gjitha. Po unë e lypini për kushtim. Pse? Sepse njerëz dojnë me ditë sa keni menajt gati. Sa tirin kryetari gati kryhen. Nëse kryetaria punëson ma shumë njerëz kryhen. Nëse si rin gati s'kryhen. Ama 1%. Përkushtimi është 100%, stafi do të rritet 100%, për me kry 100%. A kryhen? Sot nuk u me thonë taksativisht që kryen kaq, edhe mendoj cili do nga ne që e thot është të pasinqirtë. Mirë. Replik, urna. Faleminderit, jetë për korrektësi edhe ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj zyrtarëve me të cilët kemi punuar që 4 vjet. Në drejtoratën e urbanizmit për momentin shërbejnë 5 zyrtarë të nivelit profesionist. Inxhinier, arkitekt, inxhinier të ambientit, të cilët janë grupi që i trajtojnë aplikimet për legalizimet. Grupi është funksional. Taksativisht, ale 452 aplikime në konë, mendoj që si pikë referent ose si numër me referent mundi me marrë 323-shin që janë legalizuar për këto vjet edhe me shpënda
në për vite, të konë sinqirt edhe ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj qytetarëve që na dëgjojnë me plot gojë them që minimalisht mujmë i trajtu me legalizim 320 objekte në vit. Po ky tha e dyfishon numrin, ai nive Aliun, tha unë e dyfishoj, i bën 10 tha. Pikë referencë është 300 numrin e urbanistave. Është i dyfishum. Jo, 5 ti tha është. Ky tha unë e shtoj. 5 janë bon që të mandat. Ky i bën 10 sipas asaj çfarë tha, premtimit publik. A moj një replik? Ideja është të grupi ekspertëve nuk do të thotë që patjetër duhet ata të jenë me kontrata të përhershme apo akte emërime, munden me u kriju grupe ad hoc që me i trajtu kërkesa kur kemi një bingarkesë enorme, sepse është e padrejtë edhe zyrtar që në aktual ti mbingarkojmë, sepse ata nuk kanë punë vetëm me çështën e legalizimit, po kanë edhe punë të tjera ku palë duhet me apliku, me morë leje të ndërtimit dhe me kryu në afatën sa ma shpejt kohor. Domthon, kjo duhet të bëhet me të rritën kapacitetet, mirë që trajtohen në mënyrën sa ma shpejt edhe të mirë të mundshme. Unë fola për pjesën që janë 5 të rregullt, edhe unë dhe Alia dim, po i përmeni me emra si kemi miq të dytë, Hekoronin edhe Burbuqën që janë të transferuar, njëri prej shërbimeve publike arkitekt, Burbuqa prej drejtoratit të inspeksionit si inxhiniere për më asistu në trajtimin e lëndëve pjesës së drejtoratit të urbanizmit, të e ditë fluksin, ndjeshmërinë edhe pjesën e presionit që bëhet për këta zyrtar. Faleminderit. Replik urdhno Astrid Masnej Uk, 2 replika. Po, unë mendoj që staf mbështet ka nevojë edhe inspektoriati, sepse mendoj se qëllimi është fillimisht mos lënë të reja, ndërtime të reja pa leje. S'ka. Unë mendoj që ka dhe ka më pas. Uje. Na mendojmë që ato të sanojmë fillimisht. Po bra Astrid, apet po vinte që ajo, po thu që ka e s'ki pru fakte, s'ki pru emra, qysh me shpërndona dhe informata, si të thonë ka, veç pa fakte? Ki drejti, po krejt komuna i Stogut e din se është një relief i gjanë. E pse ti s'pe din? Masi e din krejt komuna? Po si kam qëtu me fakte tash. E pse mërë si ki, fushato kjo po del publikisht po folje si ki? Mirë, që ka mendimin tem për dhone heret. Ja, s'ka mendim, pa bazu në fakte në emision tonen ju. Na po kena qef mi në zonë që ta specifikisht, nuk ka 2000, nuk ka 99, nuk ka ndërtimet në alta, nuk ka qëllimit e ndërtimet e në alta, 4-5 kace, ato s'mujnë më bo. Qëto, në përfshatra, nëse janë ilegal edhe ato janë qëllimi. Në përfshatra, në për vendbanime, ku qasja inspektoriatit është e zërshme, nuk ka qasja atje edhe ata ndërtojnë, pastaj hinë proces të barës për legalizim. Qëto qëllimi, na synojmë që ta mbështesim fillimisht inspektoriatin. Astrid, që ata njerë, se kena këtu është edhe fushat edukative, që ata njerë që ka ndërtu mas vitit 2019 shpia, ja qëtë gjeoportali dhe mujnë me u detektu për mes incizimeve, nuk mund është me legalizu mas vitit 2019. Le ta di njerëzit, që po thu, fshat po vazhdojnë mas vitit 2019, me bo ndërtimin mas ne me legalizu, zbën mas, ligjis lejon mas 2019, zbën. Për shumë mirë atërë, duhet me njoftu se cilin, se unë mendoj që ka rase që nuk janë të njoftu, me jaftu shumë populata jonë. Pi njoftojmë. Replik, kërkove. Më falë, një veç uka, rënë, mandej, Ilir. Tash, pëzgjasim pak shumë në këtë temin me ndërtime pa leje dhe gjitha ato paragullësi, po në thash, në mandatin tonë nëse vim 60% do të mundohem të realizojmë këto, është shumë problem me zgjidh këtë problem, sepse është pej mas lufte. Dhe qka e shoh që është njëra ma e mirëfillt nga ona, neve me ekipin tonë, që të krijojmë atë ekip që të evidentojmë sakt ku janë edhe qysh janë. Nëse është zgjeru, nëse është ngrit ma lartë, atëherë duhet me ndërmarrë masa në bazë ligjit dhe rregullave ligjore, pavarësisht se kush është. Kështu kena thonë këtë mas luftën uk edhe s'kena marrë masa. Kështu si për që ato po diskutojmë 20 vjetë mas apet për legalizim e apet për zgasim. Unë s'kam qenë qeverisje, është hera parë, dhe unë e thëmë këta me bindjet plot që do të ndodhë kështu nëse ne vim në qeverisje. Ilir, replik? Dhonat, po me Astridin e bota, janë të identifikume që të gjitha. E dyta nuk ka fshat të komunë si Stogut që inspektorin nuk mundet mu qasë, si Stogut nuk ka fshat mjesh. Krejtë është në rafshë dhe një 85% është asfalt. E treta, nuk ka një ndërtim që mundet mu fillu edhe mu kalu 72 orë pa e identifiku inspektorati. Tu e ditë që për 52 fshat në janë veç 2 inspektor, cilë të mbëllojnë këtë territorin e komunës së Stogut.
inspektorët përcaktohen sipas numrit të banorëve. Merr informacionin. Ilir, a është e mundur që edhe në zonën e Moknës Edhe njëherë. nuk ki ndërtime pa Edhe leje? njëherë, Zonën e Moknës. S'ki asnjë ndërtim pa leje? në krejt zonën e Bjeshkës së Stogut ka ndërtime. Ka shfrytëzues, jo ndërtime të vrashta banesa. Ka shfrytëzues tradicional, të cilët i shfrytëzojnë sipas ndasive tradicionale. Dveta a ka shfrytëzues, dveta a ka ndërtim pa leje që o bo gjithë kohën e mandatit tënë. Që ato ndërtime prej pjesës mas lufte edhe të para luftës, të gjitha janë të identifikume me inspektorat edhe me geodet, të cilat janë të njoftume në inspektoratin qendror të Ministrisë së Ambientit me një 15 kërkesa mundësonani që ti trajtojmë, ose ti legalizojmë, ose shkojmë ti rrëzojmë njënën. Nuk ka as asnjë përgjigje, nuk ka as këso përgjigje. Është vonuar të zonale 2 vjet e gjysë jetë për Ministrisë së Ambientit, derisa më është detyruar vetë, më shku me taku nivelin zyrtar, jo politik. Faleminderit. Akterëve të lutem me 1 sekond. Me taku që me aprovuar të zonale në të cilën komponentë të kontra plani zhvillimor ose hollësishëm për Bjeshkët, cilën mos kemi pas mundësi as me bë. A e kërkut replikën nëse se kom pa dikon të e që dorën? Edhe po bëj thirrje edhe për kandidatë që nëse kanë në objekte të aplikojnë. Uka. M'fal, Aliu. Jo, deshta ma shumë edhe në sjarim shtesë të kartat zonale, bazume në takimit e përditshme që i kemi edhe me qytetarë edhe me pronarë të pronave që janë, ka nevojë që të rishikohen edhe kartat zonale, sepse ka disa lëshime qoftë pa kujdesi ose jo planifikimi i mirëfillt, ka nevojë që të rishikohen dhe trajtohen në mënyrë barabartë, domthonë edhe parcelat e pronarëve të cilët i kanë parapasur, sepse ka parcellë që është afër dhe lejohet ndërtim i mesëm, ndërsa ka parcellë që është ngjitur dhe nuk lejohet ndërtim. Faleminderit. Po dum, okej, replik, Urban? Për informacion, parcela e ndikon në kufinin e vet katastral, nëse parcela A ka P+5, edhe parcela B është ndërtim i mesëm, kjo e ndikon me inercion sipas pjesës tekstuale të hartës zonale. I bie që mundet me pasë drejtën edhe Kryeqësia në këtë rast me bë kërkesën për të rezultat më të lartë, bazuar në faktin që ky përshkajtina e ka ndërtim. Po, veç kërkesa duhet bëhet, domthonë pasi të ndryshohet hartat zonale. Para se më ndryshu. Parcela ndikon parcelën, ato që janë ngjitazi, po flas. Ato që janë ngjitazi. Po do që ato që janë ngjitazi, po duhet me bë kërkesën dhe ajo duhet më trajtu, ajo nuk mund të më trajtu pa u aprovu në harta zonale. Apo thonë është që mundet më trajtu për shkak se parcela A nëse është P+5. Parcela B ndërtim i mesëm, me automatizëm me inercion parcela A e ndikon. Po me hartë zonale është parapar diçka tjetër. Po flas të pjesa tekstuale hartë zonale, është informacion që do të më hima fell në hartë për me. Po, e kemi shërtu, e kemi po, për Po shtabët. du me dalë të shërbimet publike, kjo temë, qytetarët e Stogut ende ankohen për ujtë pijes, ndërsa fshatrat kësaj komune ende nuk janë të kyçur sistemin e ujësjellësit. Në anën tjetër, deponitë e Bërllogut vazhdojnë me qenë sfidë për qeverisjen lokale, si dhe kanalizimet derdhen në për Lumenj, një stog, si në shumenet Kosovës, po edhe një stog, duke e ndot ambientin dhe natyrën për të cilën njihet i Stogut. Çka është vizioni i kandidatëve për kryetar të komunës së Stogut për me i zgjedh këto çështje të shërbime publike, ujin, kanalizimin, Bërllogun, këtë radhë po fillojmë nga Mesi, Ilir, qysh me i zgjedh këto probleme? Faleminderit, po flas shkurtimisht, rrjet i ndryshimit publik, që është shërbim publik, janë bën 96 km, 2400 trupa, rrjet i ri i kanalizimit 53 km, kubzim 214.000 metra katror, eliminim i deponimeve ilegale është kontrata çdo 2 vjet që bëhet 150.000 eurove, janë mirëmbajt ose janë ndërtu infrastrukturave të varrezave, 10 Jemi të folë për 4 vitet e ardhshme, Ilir, jo që ki bo dhe i tash. Lutem, 100% shtirje menaxhimit në betonave të ambiznis, 100% e territorit komunës është e përfshirë me mbledhje të betonave të. E pse ka alo deponi? Janë 15 lokacione jetë në komunën e Stogut që trajtohen në bazë vjetore për shkak se njerëzit janë të edukuar prej kohës gjatë me gjujt lokacionin e njëjtë. Për çdo vjet ka 5 vjet na shkojmë me përstrojmë, prapë ndodhet njëjta gjë. Përkundër që po mundohem me vedisu, nuk po ndodhet. Kemi më prit tu i pastru derisa vedisu. Apo premton ujë në krejt komunën e Stogut për 4 vite ardhshme, as po premton? Që unë që të pjesën e ujit jam kështu me arrogancë e kisha kundërshtuar me bë pjesë të debateve politike për shkak se është nevojë bazike. Po, megjithatë unë prapë po të pyes. Është e vërtet që në territorin e komunës së Stogut ka fshatra që kanë problem me ujë të pishëm ose me furnizim të rregullt të ujit të pishëm, të cilat janë trajtuar për gjatë 4 vjetë
për çdo vit. Nuk po duam të përmend njëjtin projekt që është përmend edhe në kaluamën, ajo është 98% të realizimit, duhet mi bëhet do kyçi. Mirë po, çka unë kisha bërë apel edhe te kandidat, edhe te ju si gazetar, edhe lutje kisha bërë. Presion ndaj hidrodrinit, që është ndërmarrje regionale, të cilën partia në pushtet e ka marrë në dorë vet komplet përmes militantave, e që po e saboton secilin kryetar komune që s'është vetvendosi. Po e saboton me aktivitetet e veta në terren përgjatë fushate, edhe po vujnë qytetarët mungesën e ujit të pijes për këto ditë, për pjesën kamunit më pas për flas. Pjesa ku duhet më pas reduktime, edhe qytetarët janë pajtuar që furnizohen përmes reduktime. Astrid, Ne kemi edhe në plan edhe në projekt që ujit pishëm për 24 orë të ketë për komunën tonë gjatë këtij mandati. Po ashtu edhe shtrirjen e rrjetit kanalizimit dhe në fund fillimin e ndërtimit të një impjanti, fillimisht për komunën e Istogut. Pastaj edhe ndriçim në gjitha fshatrat, që në mënyrë që të gjithë jenë më të sigurt, po ashtu edhe kubëzim sidomos në vendet ku kemi shkolla të afër që fëmijët jenë më të sigurt. Tu sa e ceku më herët, i liri që kompania Hidrodrini është e vërtet që ajo kompani regionale menaxhon, mirë po komuna ka investuar me kredi për shtrirjen e ujit pishëm për fshatrat e mbivadës, po hala nuk e ka bë pranimin teknik apo dorëzimin te kompania Hidrodrini, kështu që ende nuk është bë pranim dorëzimi. Domethënë komuna ka investuar 6 milion euro, po hala si ka thonë kompanisë Hidrodrini, hajde tash ti merre ujin, për shkak se punët nuk janë kry ende. Astrid, nëse ju vini në pushtet, a ndreqet uji në krejt fshatrat e Istogut ajo? Ujit në krejt fshatrat e Istogut, Istogu ka ujit mjaftueshëm, edhe do të ketë edhe në krejt fshatrat e Istogut pa dallim gjatë mandatit ton 4 vjeçar në bashkëpunim edhe me kompaninë regionale Hidrodrini, gjithë qytetarët e komunës Istogut do të kenë ujë të pijshëm dimër dhe verë. Deponit Borllogut do t'i pastroni krejt? Gjithsesi edhe deponit e Borllogut, ato që kanë mbetë do t'i pastrojmë. Kanalizimi që po derdhet në lumen, a keni ndonjë plan që shpërgjith? Kem plan për shirjet kanalizimit deri në një pikë ku mendojmë ta fillojmë ndërtimin e një impjanti, fillimisht për komunën e Istogut, pastaj edhe për bashkitë lokale që kanë më shumë banor apo nevojë. Faleminderit, 2 minutat e juve për me zgjidhë problemet publike, shërbime publike. Ujit e pishëm do ta zgjedhim mandatin tonë nëse vim në qeverisje. Nuk është problem për me zgjidhë këtë, se kemi ujit bollshëm. Mirë po, o dasht kryetari edhe nën kryetarit punojnë, të angazhohen këtë drejtim dhe mos t'i lënë qytetarët pa ujë e sidomos verës. Këto nuk e faqsoj vetëm kryetarin, po edhe nën kryetarin sepse vjen prej një rajonit Mivat që e quajmë ne dhe sot ende mungon ujë i pishëm për të gjithë qytetarët atje, mungon ujë i pishëm edhe në këto pjesë ku nuk është problem, është me ramje të lirë dhe ata ujë unë nuk e di edhe ka shkon. Ne kemi edhe burimin e Istogut sot në një gjendje, do të thotë që është mungesë e ujit, unë e kam edhe një foto këtu nëse më lejohet me tregu. Sot është bërë kjo foto dhe burimi i Istogut ka kaq ujë në rezervoarin e tij. Unë nuk e di ka shkon këta ujë. Dhe qytetarët nuk kanë ujë të pishëm. Nuk e përfundova. Tjetra. Betorinat. Ne kemi monitoruar të gjitha deponit ilegale që janë me betorina. Ato lejohen të hudhen dhe mrena vitit jepet tender një kompanije për pastrimin e tyre dhe vazhdon prap e njëjta gjë i hudhen aty. Pikë spari do më nisë të fshati Vrell. Fshati Vrell e ka një pamje shumë të bukur e sidomos për turizëm. Duke u nisë nga burimi i Istogut, që i mungon një projekt që edhe ju ka larguar projekt burimit i Istogut Vrellës, ka shku në një vend tjetër, për shkak arsyetimi ka qenë prona private, që është ndodhë në vështërsi aty, mirë po ajo kishë mujtë mu rregullu. Edhe sot përmenet projekti i burimit i Istogut që do të rregullohet. Qysh dojnë me rregullu këtë pronë private, kur kanë mujtë mrena 4 vite me rregullu dhe me pas të rregullu me të kryme këtë punë. Tjetra është deponia që vazhdon të lugu i madhë në Vrellë. E din krejt Vrella dhe qyteti i Istogut, që është një deponi me të vërtet është në gjendje të mjerueshme. Faleminderit, koha
koha jote Alini Monaj për me zgjedhë këtë problem. Faleminderit shumë jetë, u përmend që mos me bo politik me ujë, u përmend që vjen nga fshatrat Mivadës, kun kam qenë në kryetari i komunës për këtë fshatrat e komunës e Stogut. Për 50 fshatra kadastral dhe 52 fshatra që janë edhe me statutin e komunës e Stogut. E para, e dyta nuk është problemi të ujit e pijës vetëm të fshatrat e Mivadës, po edhe fshatrat e Nërvadës prej nga vjen edhe të jug. Çka është më rëndësi kjo? Ujt nuk duhet me qenë temë politike partijake, duhet me qenë preokupim i gjithë cilit prej nesh. Ujt, qytetarët e Stogut duhet me pas ujt pijes. Absolutisht është problem edhe është mungesë ujt pijes për shumë fshatra të komunës e Stogut. Sa për këtë rrjetit, është investu në shtrirjen e rrjetit qoftë për pjesën e Mivadës prej nga u përmend dhe u potencu, po edhe tek bashkitë lokale të tjera, sepse ujt pijes ka problem edhe për Buzdrinit, ka vinë fshatra që është Kashic, e fshatrat kështu me rast Saladroni edhe gjitha ato, pjesa Kaliçanit, ku na edhe me bashkë participim me qytetar kemi parapaqe të kemi projekte edhe të pjesa Kaliçanit në mënyrë që të krijojmë infrastrukturë për ujësjellës. Apo premton me zgjidhje problemin ajo? Për menaxhimin e ujit është hidrini, po përfundimisht do të jetë një nga prioritetet tona. 5 ditë në javë apo 7 ditë në javë, me thonë tërë, në mënyrë që të kemi kompletim të rrjetit të ujësjellës, ndërsa menaxhimin e bën hidrodrini. Sa i përket kanalizimit dhe ujërat e zeza. Ne kemi lumenjt që cilët derdhen kanalizimet apo ujërat e zeza në ata lumenjë, që fatkeqësisht është një problem menoj edhe në Krejt Kosovën, mirë po sa i përket komunës sonë, ne duhet t'i trajtojmë ata përmes kolektorëve, në mënyrë që ta përcjellim edhe në bazë pozitës gjeografike, kemi lumenjt Kujavçin, Shushicën, Lumi i Stogut, Drini, në mënyrë që kur të ndërtohen kolektorët, rrjetet të cilat derdhen nga ekonomitë familjare, në ata kolektorët përcjellen deri te fshati i Draj dhe aty të kemi ndërtimin e impiontit në fshatin Zallës. Replik Ilir. Unë jam i bindur që astriti nuk i din as cilat fshatra janë Mivadë, mi përmendja kanë një. E dyta, hidrodrinin pej kryeshefi është vetëvendosje. Shefi i njësisë në Istog është militant i djalë shumë i mirë, po militant i vetëvendosjes. Inspektorin e menaxhimit lidhjeve të zeza është gazetar, e kanë shtim punë hidrodrin, për që ta menaxhimi i rrjetit ujësjellësit jo në Istog, po në krejt rrafsh Bugaxhinit ka probleme jetike. Sa i përket brojimit në Vrell, uk edhe pjesës rlugut madh, ne këshille kam për ty. Mos u ndiko për idejzit se ka mujt baba jam, me ka mujt në bakit. Koha Ilir, faleminderit Ilir, Astrid. Jam rrit aty e një atë vend shumë mirë, s'kam nevojë më ndiku për kurrë. A bën më tregu çita që pe përmend kur jam punsu, kohën, afatin. Çita që i përmend që është faji ty në janë militante kështu. Prej Drisena është prej fillimit mandatit tam. Për çita që përmend drejtorin. Vallai se di 7-8 muaj. 2 muaj. 3 muaj. Tash i bën 3 muaj. Edhe pe fajson ti. Se do është më kon militant i vetëvendosjes. Që ky pas mujt më kon një ekspert, ka mujt më kon një ekspert që është ekspert i hidros, e që është i punësuar në hidrodrin që ka çdo ku, e që man dorë. Ilir, le ta kryejnë 30 sekondëshin tani. Pikërisht është ai që ka vënë në sistem komplet hidrodrinin. Merë opinionin e qytetarëve. Një fakt. Ka pasur përfaqësues qytetarëve të Stogut. Mirë shumë. Merë informatën i votum. Po mirë. E sa i përket militantëve, ka militant gjithanej se tek e fundit na popull jemi, dikush vetë vendosi, dikush le dikë, dikush. Po du më të thonë që projekte të tilla ambicioze, siç ka qenë projekti i ujësjellës mbi Vallë, që ka kushtuar 6 milionë euro. E kanë lënë se më thon vjerë krejt atë qytet, krejt atë pjesë, për arsye se nuk u bë zgjidhje, se ajo pjesë është pjesë edhe e pasur me ujë. Mirë po, njerëzit të e prit. Hajtë sa të kryet projekti, shkon 8 vjet. Faleminderit Astrid, Ilir. Mivada, me gjithë respektin, Astrid nuk ka pjesë e pasur me ujë. Lutem, nuk ka pjesë e pasur me ujë. Një pjesë, lutem. Jam po voli për pjesën. Po flas për pjesën, po ti s'dem bre çu kanë jetuar se ti jeton në Stogë. Çu kanë jetuar sta njerëz? Apo më kallzon çu kanë jetuar? Jeton në Stogë. Logjika kjo, s'ka më jetuar. Pjesa që e kanë marrë ujë derisa instalu sistemi i ri, e kanë marrë pi Bjeshkës Vojdullës. Pas ka ujë. Kaptazhat u Bjeshk. Për Bjeshk po flas. Kaptazhat i kam vizituar personalisht, jam hime arantu edhe pse s'jam ekspert, po për me pa gjendjen. E dyta,
98% jemi komuna vetme që kemi realizu pjesën e projektit me kredi. Faleminderit. Uka, ke kërku fjallën? A, po tërhiqësh nështë prej replikës, ma përpara e ke kërku. Më ndërprej të këto deponit e mbetorinave. Nuk është vetëm një deponi në Vrell, ka disa deponi edhe në qytetin e Stogut, ka edhe në për shatra. 15 janë. Krejt, 15 janë krejt. Po i ki ilegale. 15 ilegale. Ki edhe ma shumë. 15 ilegale. Kështu që me ardhin tonë, na do t'i kthejmë në zonat e gjelberta për shuz dhe... Prej te po du mja njës pytje në radhës. Sa shkolla në Istok keme mujt me i pilotu për mësim gjithë ditor? A ka me pas në i shkollë që do me pilotu? Shkurt. Ne me ekipin tonë që e kemi veç në proces duke punu, ne do të mundohem, sidomos në qytet, shkollat që janë, por nuk mund të garantojmë ose t'japim një numër të sakt sa shkolla, sepse nuk e dim edhe gjendjen e tyre se si qëndrojnë deri me tani. Dhe sa drejtori do t'ja dedikoni udhëheqësisë së grave, do t'ja jepni udhëheqje në grave? Do t'a shohim, me mundësi do të shkojmë, po mendojmë, dikon 40-50% më konë munda. Faleminderit. Po shkojmë të te, Ale. Sa shkolla keme mujt me i pilotu për mësim gjithditor në Istok? Mendoj që është diçka e re që ndodh në komunën e Istogut, mendojmë që me fillu me një pilot projekt, mirë, po para se filluat me atë pilot projekt, duhet krijuar ekspert, në mënyrë që të shkohet dhe të vizitojnë shkollat, të shohim hapësinat, se a i plotësojnë kushtet me u zhvillu mësimi tërditor dhe me intervenimet e nevojshme të domosdoshme për mi kriju ambientet të caktuar, atëherë fillimisht duhet fillohet me një pilot projekt, të shohim se a ka sukses dhe mandej të vazhdojmë tutje. Edhe sa drejtori do të udhëhiqin prej grave? Mendoj që 50% e drejtorive duhet të jenë gra, sepse edhe në mandatën e kaluar sa kam qenë në kryetar, 4 pozita kam pas të drejt me emëruar me partneritet, 2 kanë qenë gra dhe 2 janë moshkuj. Mirë. Ilir, sa shkolla kemi mujt me pilotu për mësim gjithditor? E para, sfida kryesore në pilotimin e projektit për mësim tërditor është pjesa furnizimit me ushqim. Ideja jonë është me themelu një ndërmarrje që quhet kuzhina jonë, që e para me siguru pjesën e furnizimit me ushqim të rregullt, jo veç për shkollat, por për krejt institucionet edhe parashkollore, edhe të shkollave të fillore, e dyta si sigurohet kjo si komponent në kuptimin e infrastrukturës për njoftim për 1-2 prej kolegëve të mi. Shkollat në komunën e Istogut janë gjendje të mirë, i kemi 13 shkolla amë dhe 9 paralele ndame që funksionojnë në baza të rregullta. Në momentin që sigurohet ushqimi, pjesa e stafit është, pjesa e hapësirave ose infrastrukturës të objekteve është, mendoj që shumë e lehtë me fillu me një pilot projekt që ka më hynë funksion të nxënësve. Sa shkolla, Ilir? Thash me fillu me një pilot projekt. Me një? Sa gra drejtoresha? Thash demografia në Istok është 52 me 48%. Para kësaj here, unë e kam pas premtim që kam e emëru si mas demografisë, nuk ka ndodhur për shkak të edhe të marrëveshjeve që kemi pas me partnerin e koalicionit, mirë po edhe për shkak të drejtorëve që janë përfaqësues. Sidoqoftë te pjesa tjetër e udhëheqësve të cilët janë zgjedhur gjatë këtij mandati, mendoj që në 80% për tyre janë diskriminuar pozitivisht pjesa e gjinisë femnore. Edhe mendoj që kjo është arsyeja që në motjet tona po dal diku në 72-3% të pjesa e kësaj përkrahjes. Thash, ideja është me respektu pjesën e demografisë, mirë po nëse ka kvalitete pse jo kvalitete ka Ilir, veç apo dal. Kallëzon sa drejtori kemi avon grave. Me kuptim po flas te pjesa e zonjave që kanë afinitet më marr përgjegjësi ekzekutive, s'po flas për kvalitete profesionale, përgjegjësi politike. Demografia 52-48. Mirë, faleminderit. Astrid, sa shkolla kemi pilotu për mësim gjithditor? Fillimisht një shkollë, se ashtu fillimi gjithmonë do të filloj me një, se ashtu po vazhdon edhe në komuna tjera. Mirë, po sa është kjo e rëndësishme është edhe kjo se na kemi mungesë qerdhe dhe qasje të fëmijëve në qerdhe. Brenda 4 vjetëve në komunën tonë lindin 1600 fëmijë, ku qasja në qerdhe publike kanë veç 215. Në qerdhe private janë disa. Mirë, po një pjesë e madhe ende nuk ka qasje në qerdhe, për shkak se në komunën tonë kemi një qerdhe të realizuar që 5 vite kanë bërë çashtu. Sa kemi voti sa qerdhe nëse vjen pushtet? Unë kam pas qasje për secilin fëmijë në qerdhe, përfundimin e kësaj qerdhe aktuale që është në përfundim e sipër dhe
ndërtimin alternativ të qerdheve tjera. Sa gradë drejtoresha? Mi 52%, se edhe ashtu jenë votuese të vendosjes mi 52%. 15 sekonda i ki i lirë, sepse jemi në fund të emisionit. 15 sekonda. Një pyetje kam për astritin, sa drejtori ka komuna e Stogut? Sa keni 13, sa? Mirë, faleminderit. Faleminderit, kjo ishte komuna më falë, ka që kishim kohë, komuna i Stogut. Në ndishni nesën mrama në ora 7 prap në TV Dugatxhen edhe Facebook të kallëzo.com dhe YouTube. Ne jemi këtu çdo natë deri në fund fushatës prej komunës i Stogut, prej nesh, natën e mirë.